Abuzuan dhe përdhunuan 2 vajza të mitura, gjykata dënon me 174 vite burg në total 7 persona. 7 persona që abuzuan dhe përdhunuan 2 vajza në Anglinë Veriore u burgosën në mërkur në rastin më të fundit që përfshin të ashtu quajturat banda të ngacmimit seksual në Mbretërinë e Bashkuar. Antarët e bandës u dënuan me një total prej 144 vitesh burg për vepra të shumëfishta penale seksuale kundër 2 vajzave adoleshente në Rogdale, midis viteve 2001-2006. Abuzimi filloi kur secila prej vajzave ishte 13 vjeç, tha shërbimi i prokurorisë së kurorës CPP. Të 2 viktimat ishin në prejardhje të cënueshme dhe ishin të njohura nga përshërbimet sociale sipas prokurorëve. Një vajzë jetonte në sistemin e kujdesit. Autoritetet thanë se atyre u ofroheshin dhurata dhe para dhe shpesh u jepej alkool ose drogë përpara se të sulmoheshin ose përdhunoheshin. Në gjykatën e kurorës në Manchester, Minshall Street, kreu i bandës Mohamed Zahid, 64 vjeç, u dënua me 35 vite burg. 6 antar të tjerë, Mushtaq Ahmed, 66 vjeç, Kasir Bashir, 50 vjeç dhe Rohez Khan, 39 vjeç, Mohamed Shahzad, 43 vjeç dhe Nisar Hussain, 41 vjeç dhe Nahem Hakran, 48 vjeç, u dënuan me dënime nga 12 deri 39 vite burg. Të 7 burrat i kishin mohuar akuzat, por u dënuan unanimisht. Këta 4 burra shfrytëzonin dobësitë e tyre për përfitim të degeneruar seksual, tha kryeinspektori i detektivëve Guy Lecoq, oficeri i lartë hetues i çështjes. Burrat abuzuan, degraduan dhe më pas i braktisën viktimat kur ato ishin vetëm fëmijë. Ky abuzim i tmerrshëm nuk njihte kufi, pavarësisht mohimeve të tyre gjatë gjithë këtij hetimi të gjatë dhe çështjes gjyqësore, shtoi ai.